Po vazhdoni të shoqërojeni me Ekspresin dhe tani është koha për bisedën e këtij edicioni. E mirëpresim këtu në studion ton Erol Bilibanin, bashkëthemeluesi i Dokufesit, njëherësh edhe udhëheqës i Dokulabit, me të cilin bashkë sot në këtë bisedë do të shpalosim më shumë detaje sa i përket një programi mjaft të veçantë trajnimi, një mundësi kjo shumë e mirë për gjithë të rinj të cilët jetojnë në Kosovë dhe në Zvicër, që kështu për të eksploruar identitetin kulturor përmes krijimit të filmave bashkëpunues. Po i rojmë sa ardhi mysafirit, Erol është gjithmonë kënaqësi kur të kemi në këtë vend. Faleminderit për ftesë, kënaqësia është e imja dhe faleminderit shumë për këtë mundësi që të shpalosim pak disa sen interesante të lidhur për këtë program. Sigurisht, është një program që është mjaft me rëndësi dhe me peshë lartë, sidomos për të rinjt nga Kosova, edhe e ka emrin programi Reconnect, është edicioni i si vjetëm dhe po supozoj që tashmë jeni ato në fazat e parapregaditjeve, po na tregon deri në këtë pikë sa do të qëndrojë i hapur aplikacioni, sepse thirrja për aplikim vazhdon të jetë e hapur, edhe sa po shihni që ka të interesuar me marr pjesë. Po Edon, mas pare ndoshta të tregoj pak për kjo është edicioni i dytë i Reconnectit. Ka qenë një pilotim vitin e kaluar, mbështetur nga Movetia, një fondacion zviceran. Ideja ishte se si ti bëjmë së bashku krijuesit këtu në Kosovë edhe diasporën tonë, në mënyrë që të eksplorojnë identitetin e tyre kulturor, preardhjen, traditat që janë këtu, edhe vitin e kaluar patëm një grup me të vërtet fenomenal. Arritëm i përfundu me 4 filma, të cilat u shfaqen në Kino Kosovë, në Bern, edhe do t'i shfaqim edhe si vjet në Dokufest. Tash kjo thirrja e dytë që është bë, këtë vit e kemi hapur edhe më tej, domethënë nuk është ekskluzive vetëm për diasporën, po do të pranojmë edhe zviceran tjerë, të cilët dëshirojnë të aplikojnë, pra thirrja është e hapur për qytetarët e Zvicrës dhe qytetarët e Kosovës. Ideja është që të bëjmë në një kamp, që është njëri ndër kampet më intenzive të cilin organizojmë në kuadër të punëtorive tona, në kuadër të Dokulabit. Është 2 javë pa ndërprerje. Ata vinë në një hapësirë që është e sigurt për ta, ku mund të flasim për gjithçka, po më së shumti ideja e diskutimit është prengavim. Cili është identiteti ynë. Prizreni në veçanti është një Zvicër vetvetiu për shkak të shumë gjuhësisë, edhe në Prizren ne mundohemi që të organizojmë vizita për ta, të shkojmë për shembull në zonën e Hasit, ku ka me të vërtet motive shumë interesante, shkojmë në zonën e Zhupës, në veçanti në fshatin Ljubinje e Poshtme, ku shkojmë të Aziza Shefitagic, është kjo grua që i ngjyros nuset, që bën ngjyrosin e nuseve. Vizitojmë organizata tjera, do më thënë edhe këto që janë kontemporare, shkojmë në Autostradë Bienale. Këtë vit e kemi në plan me organizu edhe një vizit në Mitrovicë, në më thënë me po edhe specifikën e Mitrovicës. Dhe momentalisht thirrja është e hapur, është për të gjithë të rinjt nga mosha 18 deri në moshën 25 vjeçare. Thirrja është e hapur deri me 5 prill. Edhe ne mirëpresim aplikacione. Vetë se kemi fillu me marrë aplikacione, kemi një numër të mirë të aplikacioneve, po shpresoj që kemi me pas edhe më shumë që të mujmë të bëjmë një përzgjedhje kualitative. Patjetër, po a mund shpalosim pak më shumë detaje rreth projektit? Pra, çfarë u ofron ai pjesëmarrësve dhe në çfarë forme do të zhvillohet ai? Pak disa detaje i përmendet, po e di që ka edhe shumë sepse do të ketë punëtori e gjithçka tjetër. Projekti në fakt, brenda këtyre 2 javëve, ata nuk vinë si një audiencë pasive vetëm me ndëgjum. Po prej ditës parë fillojnë me kriju. Do me thonë, ditën e parë kur të vinë, do t'i kemi në total 16 pjesëmarrës, do me thonë 8 nga Zvicra, 8 nga Kosova. Nga ata do të kërkojmë që ata të dalin në Prizren dhe të na sjellin një storje specifike të qytetit të Prizrenit në 1 minutë, me një xhirim të pandërprerë, dhe t'i lenë pamje që të folin për atë që kanë xhiru, do me thonë për tregimin e tyre. Kjo neve na ndihmon me pa se cilët pjesëmarrës kanë dhunti më shumë për regji, cilët janë më të mirë në kamerë, cilët ndëgjojnë më me kujdes, sepse edhe ndëgjimi është një pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi. Dhe
nga aty fillon edhe ai që e quajmë na icebreaker. I prezantojnë punimet e tyne, të tjerë t'ju japin komente se si e kanë po ata. Një gjë që nuk ju lejojmë është që të dalin dhe të na sjellin perspektivën e turistëve. Domethënë me pas sendet që janë kështu, se zakonisht turistët i gjirojnë për rrjete sociale, ne mundohemi që ata të na sjellin tregime. Sepse veçantia dhe Shadrvani është ashtu si një pjesa e qendrës historike të Prizrenit ka plot me ofru. Domethënë brenda 1 minuti munden me gjetë historia. Pas saj e kanë një program ku këshyrin filma. Filmat janë kryesisht nga autorët e Kosovës apo të diasporës, sepse zakonisht i sjellim edhe autorët, të cilët pastaj organizojnë masterklasa me ta. Vitin e kaluar e kemi pas një grup kogjat madh të regjisorëve të Kosovës, të përfshirë Kaltrinën dhe Blerta Bashullin, Samir Karahodën, Enis Saraçi, ka qenë Barash Karamuqo, i cili para shumë viteve ka bërë një film për flamurin e Kosovës. Pastaj kemi pas lidhje me Dehaxhinovcin, edhe me regjisor tjerë. Kemi pas fat që Elena Avdia ka qenë në Kosovë, edhe ajo ka ardhur, e ka shfaq filmin e saj, a është më mirë këtu apo atje. Dhe edhe Anita Morina, e cila është duke po një film pikrisht nga perspektiva e diasporës në Kroaci. Edhe pas këtyne shfaqjeve të filmave, diskutimeve, masterklasave, organizojmë edhe si mbledhit ku grumbullohemi, dalim jashtë në natyrë, ku folim për çështjen e përkatësisë, çështjen e identitetit, çështjen e shumë gjuhësisë. Vitin e kaluar kemi pas, apo të them, kemi pas fat që kemi pas një grup tepër të mirë të trive. I kemi bërë 4 filma. 2 filma kanë qenë nga 2 pjesëmarrëse nga Zvicra. Njëra një prind nga Kosova, një prind nga Kolumbia, e cila ka bërë një film për shtëpinë e gjyshës së vet, cilën ajo e kujton me ballë, kur ka qenë fëmijë, ndërsa tjetra e ka bërë një film tjetër për gjyshën e saj, edhe për një traditë të veçantë bosnjake. Një autor tjetër nga Kosova e ka bërë një film pse ka vendosur mos me shku, pse ka vendosur me qëndru në Kosovë, përderisa filmi i 4 ka qenë më shumë si një film mbi punëtorinë. Domethënë ka qenë pjesë të xhirimeve të atmosferës se si kanë kaluar ata. Na ju ofrojmë gjithçka, domethënë të përfshi udhëtimin, ushqimin. Po është të rëndësishme kjo pjesë që të Kjo është shumë e rëndësishme që brenda 2 javëve dhe të gjithë ata të cilët mund të vinë dhe të qëndrojnë për 2 javë, domethënë edhe ajo është ndoshta si një sakrificë e pjesëmarrësve që duhen 2 javë me qëndru në një kamp kështu të mbyllur ku do të mundohemi që t'i bim që të punojnë bashkë. E që është eksperiencë në vete, po besoj, sidomos me gjërata të reja. Besoj që mes që jemi në këtë pikë të bisedës është me rëndësi me cekë dhe në cilën periudhë do të realizohet, do të implementohet projekti. Po, projekti do të realizohet në fund të prillit dhe domethënë java e fundit të prillit edhe java e parë e majit. Me qëllim e kemi përzgjatë këtë kohë për shkak të motit. Shpresoj që do të mbanë moti mirë. Dhe në fundit edhe kur të vinë qëllimi final, domethënë nuk është që ata do të bëjnë filma. Patjetër. Po është çështja e pjesëmarrjes, çështja e diskutimeve, po shpresojmë që edhe këtë vit, tashmarrësisht nga pjesëmarrësit, pasi që t'i shohim edhe CV-t e tyre, do të vendosim edhe për filmat të cilat do t'i shfaqim, sepse nuk është një program të cilin e kemi kështu si të në paket, edhe mundemi me repliku gjithmonë, shumë varet nga shkatësit, nga kompetencat, nga backgroundi i pjesëmarrësve, se çfarë lloj programi ne do t'i ofrojmë atyre. Sigurisht, pra është proces në vete, po cilat kanë qenë, apo janë kriteret që duhet me i plotësu për të bërë pjesë e programet dhe çfarë duhet të dinë të gjithë ata të cilët ndoshta në këto momente ju zgjohet interesimi me apliku, sepse kanë vetëm edhe pak ditë. Të gjithë ata që dëshirojnë, që kanë ndonjë tregim, e që dëshirojnë me shpreh atë tregim përmes filmit,
janë të mirë se ardhën. Do më thëmë për kufizimi vetëm o 18-25. Mosha është 18-25 dhe të jenë banor të Kosovës. Tash po flasim për Kosovë, pasi që nga Zvicra veç kemi tepër shumë aplikacione, është një farë popularitetin Zvicrë, sepse vitin e kaluar kanë po edhe në Berni, kanë po filmat e ju ka pëlqyer shumë. Dhe shohin si një mundësi me ardhë me vizitu Kosovën, se jo? Po pikrisht, po për neve është tepër me rëndësi që të kemi edhe një numër, si tem të balancume edhe të zviceranëve, që edhe pasi që ata bashkjetojnë me diasporën tonë atje, që edhe ata të vinë edhe ndoshta prej aspektit kulturor pak të kuptojnë edhe ata. Që vitin e kaluar i kishim 2, që erdhen si vullnetar, do të thonë që i morëm 2 pjesëmarrës shtesë, edhe ata u fascinuan. Besoj edhe në disa nga pamjet të cilat i keni tregu, shihet ajo mënyra ku regjisoria e vesh atë vajzën me këto veshjet kombëtare të zonës së Zhupës, të bosnjakëve të Zhupës, ajo pjesëmarrësja e cila veshet, ajo është zvicerane. Sa interesant kjo gjë me shkëmby përvoja mes dy kulturave që janë shumë të ndryshme, po që gjithë po ngjejnë elemente të ngjashme mes njëra tjetrës. Është tepër me rëndësi se na shpesh mendojmë që dim. Në fakt, dim prej informatave që janë stereotipizume, me plot paragjykime, si për Zviceranë, si edhe për neve. Po edhe na këtu në Kosovë që jetojmë, na mundemi me vrejt kur shkojmë për një qyteti në një qytet tjetër, apo për një qyteti në një fshat, apo për një fshat në qytet, e shohim se sa paragjykues jemi, do më thonë, prej informatave që i marim. Fatkeqësisht në ditë të sotme qarkullojnë shumë informata të cilat nuk janë të vërteta, e kjo mundësia e takimit është tepër e rëndësishme. Tepër e rëndësishme për shkak të shkëmbimit kulturor, për shkak të mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit, dhe besoj që përmes këtyre takimeve dhe krijimtaria e tyre mundet të qenë më e mirë. Po për neve që është edhe më e rëndësishme si DokuFest, është se kjo është edhe një nga programet tona të cilat merren me zhvillimin e talentëve. Do me thënë është identifikimi i talentëve të ri, të kinemas, sepse përshojmë pas këtyre 20 diçka viteve ku ka mbri kinematografia e Kosovës, e përshpresoj që nuk do të ndalemi edhe do të bëjmë edhe shumë sende më të mira. Po DokuFesti gjithmonë ka qenë një, si themi kështu, element shumë i rëndësishëm në gjetjen dhe kultivimin e këtyre talentëve të rinj, sidomos ata që janë fokusuar në fushën e filmbërjes. A mund të themi kështu e rrallë? Po, mund të themi edhe që ka bë një thyerje të një elitizmi në fushat përkatëse. Tash po flasim për film, dhe me thonë është tregu që filmi nuk është për një grup elitare të njerëzve, po është gjithë përfshirëse, mundemi me gjithë talent kudo, vetëm duhet me ju dhonë një rast, një mundësi, edhe të jemi të hapur që ti dëgjojmë edhe ti kuptojmë. Edhe kjo duhet me qenë anasjelltas. Edhe një gjë tjetër që unë mendoj personalisht që e veçon DokuFestin dhe po besoj prandaj edhe është aq i pëlqyer edhe jashtë kufive të Kosovës, është fakti se është një prej atyre festivaleve që publiku ndërkombëtar nuk tenton me e ngrej vetëm si publik, si shikues, po gjithashtu i inkorporon me projekte të ndryshme që i organizoni. Po, kjo është edhe një farmagji e Prizrenit, se diqysh edhe festivali vetë ju shkrihet me qytetin, edhe qyteti i Prizrenit ja mundëson festivalit me qenë, me pas qatë identitet të cilin e ka kriju edhe të cilin e mbanë. Dhe kjo është me të vërtet unike, se na shpesh kemi ndëgju jo DokuFesti me shku në një qytet tjetër, me shku komplet ekipi, kret njerëz, me kret këtë dituri që e kemi për organizimin e festivalit, nuk do t'jetë e njëjtë. Sepse qyteti e jep atë sharmin e vetë, e jep atë diversitetin që e sjellë dhe Prizreni, s'pedi po mendoj, është lumi, është kalaja, janë disa sende që janë shumë specifike për Prizrenin, e që për neve
është ideale edhe për organizimin e festivalit. Unë gjithmonë e kam thënë se në këto 2 dekada e më shumë, Dokufesti, përveç njerëzve të cilët e organizojnë festivalin, kam ri me i bo Dokufest edhe qytetarët e vetë Prizrerit. Pra, kam përshtypjen që edhe po të ndalësh në një person pak më të moshuar, që ne dim që nuk është pjesë organizimit të festivalit, ditë thotë edhe ditë shpjegoj shumë mirë gjëra për festivalin. Po, edhe fakti që nuk është festival i filmave që tam gjatë, filmave artistik, është festivali i filmit dokumentar dhe filmit shkurtër, që ka qenë një zhanri ri për publikun tonë, po njerës janë eduku me vite, janë mësu, edhe tash unë e vrej edhe prej publikut në kohën e festivalit kur vinë, din shka me shiqu, dhe më thënë din si me ledzu programin. Ma herët kanë ardhë, kanë kërku rekomandime, tash janë sensibilizu atë shumë sa që vetë të din programet edhe për atë është edhe numri shikusve në kinema gjatë festivalit edhe dukshëm ma i lartë sa viteve të kalume. Pra është krijuar në një lloj identiteti për të gjithë qytetarët e Prizrenit. Mirë, më intereson pak të di rreth synimit kryesor të një programi siç është Reconnect, edhe a ka mundësi që ndoshta ky synim edhe qëllimi juaj të ndryshojë me kalimin e viteve, sepse tregove është vetëm edicioni i dytë që po organizohet dhe sipas kërkesave dhe nevojave ndoshta edhe mund ndryshojë diçka. Gjeneza, do më thënë, diskutimet e para që i kemi pasur për Reconnectin, se më duhet të them këtu ti përmendi partner tonë në Zvicër, Kino Kosovën, me cilë të kemi diskutu për një kohë gjatë. Ideja ka qenë që ta bëjmë një program për gjithë diasporën e Kosovës. Do më thënë edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në vendet tjera. Mirë po, vitin e kaluar e patëm rastin që ta gjem një donator zviceran, të cilët i mbulun shpenzimet e mobilitetit, po të cilët në përkufizuan, fatkeqësisht, do të thonë që të jemi vetëm me Zvicrën, po në këtë mënyrë ky program edhe krye një farë identitetit vetin. Po mendoj edhe ne mësum shumë atje edhe për Zvicrën, edhe për sfidat dhe me të gjitha ato që kalojnë diaspora jonë në Zvicër. Dhe tash ky program ka me qëndru kështu si është, po shpresoj që tash ajo kryt më varet edhe prej mundësive që do t'i kemi i përballu edhe financiarisht. Shpresoj që do të rritet, do të rriten edhe shtetet tjera, sepse sa ma shumë diverzitet, po ma interesant do tjetë, edhe përfituesit kryesor do t'jenë pjesëmarrësit nga Kosova, sepse në fundit, aty me ju jipët një rast që të udhtojnë pa udhtuar, dhe të krijojnë me dike nga një vend tjetër, nga një kultur tjetër, dhe pse jo që ta vazhdojnë pastaj karrierën e tyre në film. Në vitin e kaluar që ishim në Bern, një grup i tyre edhe shkoj edhe ishte një farë kënaqësie me pa që ata i prezantuan filmat, edhe ne këtë vit do t'i shfaqim filmat e vitit të kaluar në Dokufest, po edhe këto që do të krijohen këtë vit. Do më thonë këtë vit së pari do të shfaqen në Dokufest, pastaj në Zvicër. Njëkohësisht, më intereson të di rreth kësaj temat, ti e përmende pak a shumë, po temat do të përcaktohen nga vetë të rinj të cilët marrin përsipër filmin, apo duhet të bazohen në diçka të caktuar, apo do të kenë edhe ndihmë nga ekipi që e udhëheq programin? Po mundohemi që mos t'ju përcaktojmë tema, sepse ajo përkufizon pastaj kreativitetin. Zakonisht në 3-4 ditë të para të takimeve që i kemi, të punëtorive të cilat organizohen punëtorit të vogla, fillojmë mi po interesimet e individve. Pastaj mundohemi që t'i bëjmë në grupe, do më thonë, pasi që filmi është një punë kolektive, mundohemi që të krijojmë kolektive, dikush është më mirë në kamerë, dikush është më mirë dika tjetër, dhe i bim ashtu bashkë, po ata pastaj duhet të pajtohen për temën. Për shembull, në njërin prej filmave vitin e kaluar kam punu 5 vete. Do të thonë 5 persona, po të cilët kanë qenë me të vërtet aktivisht të involvuar. Njëri ishte kamerman, cili me të vërtet pamjet i ka zënë tepër të mira. Kjo vajza e cila është mjeke me profesion, do të thonë studente e mjekësisë, u bë regjisore,
që ishte me të vërtet një edhe neve diqysh edhe na gëzoj, po edhe na inspiroj që këtë vit t'i mendojmë edhe ma mirë, se kur t'jem të puna e përcaktimit të temave, ata do t'i përcjellin temat. Temat nuk mundemi mi caktu paraprakisht, po normalisht që do të sillen rreth identitetit, rreth gjuhës, rreth jo trashëgimis, po rreth preardhjes, po edhe rreth diversitetit. Atë edhe kjo gjë ka shumë rëndësi, po besoj që në këtë rast edhe përparësi do të kenë edhe grupet e marginalizuar, apo jo? Po, gjithkush është i mirë së ardhur që të aplikoj. Ne vjetë kemi pasur grupin kogjatë kështu të përzim, po shpresoj që edhe këtë vit do të kemi një pjesëmarrje të tillë. Mirë, unë uroj që kemi shpalos gjitha detajet që janë të nevojshme për ka mbet vetëse me apliku të rinë. Aplikacioni është shumë i thjeshtë, po mendoj janë disa pyetje se pse dëshirojnë me marrë pjesë edhe si e shohin ata trajtimin e temës së identitetit në aspektin audiovizual. Mirë, atëherë po kalojmë tani edhe tek një tjetër program, ta themi kështu që është mjaft i rëndësishëm dhe po organizohet edhe këtë vit nga DokuFesti, bëhet fjalë pra për, sepse vazhdon që ndroj thirrja për DokuFest Short Film Forum. Si po shkon kjo fazë e forumit dhe sa po vreni interesim, duke marrë parasysh se është vetëm edicioni i dytë që organizohet në kuadër DokuFestit. Edhe kjo e dyta. Forumi është një ide jona e cila ka qëndru kështu me neve një kohë gjatë, po për shkak të pamundësisë për me pas financat qëndrueshme, nuk kemi guxu me u fut me organizu forumin, sepse një vjet i ndërprerjes automatikisht ta shkatron reputacionin ndërkombëtar. Tani me këto grantet e Ministrisë së Kulturës, të cilat japin grante shumë vjeçare, edhe me mbështetjen e zyres së SIDE-s, ambasadës suedeze këtu në Kosovë, një mbështetje pak më afatgjate, na dha mundësinë që ta dizajnojmë një forum i cili ka për synim që t'ju ndihmoj të gjithë aty në filmërësve të cilët e shohin formën e filmit të shkurtër si një mundësi të mirë që të fillojnë ndoshta hapat e parë të tyre në film, po jo domosdoshmërisht, se ka edhe regjisor të cilët parapëlqejnë formën e filmit shkurt edhe kanë qef me qëndru vetëm të filmat e shkurt. Këtë vit e kemi bo marrëveshjen edhe me qendrën e filmit në Bullgari, edhe me qendrën e filmit në Maltëzi. Me Bullgari për shkak të marrëveshjes që ka Kosova për bashkëprodhim me Bullgarin. Në me thonë, këtë vit kemi kalu nga 3 shtete në 5 shtete. Në me thonë, këtë vit kemi pranim aplikacione nga Kosova, Shqipnia, Macedonia e Veriut, Bullgaria dhe Malizi. Dhe interesimi është mjaft i madh. Në me thonë, për zakonisht në këso lloje të programeve aplikohet ka fundje. Pasi që kjo ka me qenë hapun pak më gjatë. Deri në maj, deri në fund të majit. Ideja është e kemi lansu në Clermont-Ferrand, që është festivali më i madh i filmit shkurt në botë. Atje kemi bo një prezantim të vogël të forumit parë për filmat të shkurt, një forum për bashkëprodhim në Ballkanin Perëndimor. Edhe tashmas jemi edhe të partë, kemi edhe një farë përgjithësi e shtesë, po nga ana tjetër, mujmë me folë, do me thonë nëse marim nga suksesi vitit kalum, projektet fituese që kanë qenë, kanë pas një rrugtim tepër interesant. Vlen me ja përmend projektin filmik të Ana Morinës, Who is Singing, i cili e fitoi çmimin të na kryesorin, edhe po ashtu e fitoi çmimin për Torino, për Shorto Film Market. Edhe pastaj në Shorto Film Market e fitoi edhe një çmim tjetër, tani në fund të muajit prill do të jenë në Bruksel. Do të thonë që është një platformë pak më e madhe, edhe që kanë gjetë edhe bashkëprodhues. Ata kanë me bashkëprodhu filmin me Kroasin, se nuk gaboj. Në anën tjetër e kena Flaka Kukullin, e cila me projektin e saj filmik, ajo u përzgjedh të shkojë në Clermont-Ferrand, pra pikërisht në këtë festivalin më të madh të filmit të shkurt, në programin Talent Connection, edhe me të cilët na tani kemi marrëveshje që çdo vjet do ta nominojmë një film nga forumi për të shkuar atje, dhe çdo vjet do ta kemi një pjesëmarrje të kinastëve të Kosovës, të cilët dojnë me bashkëprodhu
në filmat të shkurtër. Edhe flaka me sa e di, ka arrit që të hap bisedimet për bashkëprodhim me Bullgari dhe me Francë, ashtu që për një film të shkurt me pas bashkëprodhim Kosovë, Bullgari, Francë është me të vërtet një gjë shumë e madhe. Edhe jam i bindun që me përfundimin e projekteve kanë me pas edhe suksese tjera. Tjetër. Po Erol, pse do thoshe ti se duhet marrë pjesë, apo është e rëndësishme me marrë pjesë në një forum të tillë që unë jo gjerësisht si një hapësirë shumë e nevojshme për bashkëpunim rajonal? Po, këso lloj forumesh ndihmojnë në zhvillimin më të tjeshëm të filmit. Pse festivalet e mëdha kanë platforma të tilla? Sepse festivalet sjellin njerëz, sjellin profesionistë filmit, edhe sjellin profesionistë filmit nga fushat ndryshme. Nuk janë vetëm producent, nuk janë vetëm regjisor, por kemi programer të festivaleve tjera, kemi agent të shitjes, kemi distributor, kemi njerëz të cilët vinë nga televizionet publike, për shembull të Finlandës, me cilët kemi bashkëpunëtor, do ta kemi Arten edhe këtë vit, domethënë prap. Shpresoj që edhe New York Times si Obdox prap ka me qenë edhe këtë vit. Tani, ata vinë e kanë qatë mundësin që me një ekspert të filmit të punojnë në zhvillimin e projekteve të tyne, edhe të pregaditën për t'i prezentuar para komisionit. Komisioni është zakonisht ndërkombëtar. Vitin e kaluar kemi pas nga regioni suedish është filmi Vast, nga regioni i Vastit. E kemi pas drejtorin e Clermont-Ferrandit, e kemi pas commissioning editor të Yles, që është televizioni publik finlandez, edhe e kemi pas edhe një distributor, të cilët normalisht ju kanë bërë aty në pyetje konkrete për projektet e tyne. Në vitin e kaluar kemi qenë shumë, se të them ka qenë viti parë, nuk kemi dashur me pranu shumë projekte, sepse përgjegjësia ke e madhe. Po, në anën tjetër mendoj që filmat të cilat kanë fitu, kanë përfitu shumë. Domethënë kemi pas një çmim që një projekt filmi ka shku në Selanik, në Agor. Një projekt tjetër ka shku në Itali pranë Shortë, një projekt tjetër ka shku në Clermont-Ferrand. Disa projekte kanë marrë çmime monetare. Vlen të theksohet që këtu e kemi domethënë edhe marrëveshjen, pasi që marrëveshja është me qendrat e filmit, domethënë është në bashkëpunim me ta, edhe me disa partner tjerë ndërkombëtar. Vlen me theksu që edhe ÇKK-ja jep një çmim monetar për një film, e që i dedikohet filmit më të mirë dokumentar të shkurtër. Edhe një çmim jepet domethënë nga Ministria e Kulturës, pasi që është si patron, domethënë SIDA, pra Ambasada Suedeze dhe SIDA, zyra e SIDA së bashku me Ministrinë e Kulturës janë mbështetës kryesor të forumit. Një gjë tjetër që ja vlen ndoshta edhe me përmend është që një prej çmimeve që nuk është monetare, po unë mendoj që është një ndër çmimet më të rëndësishme, është strategjia për distribuim. Dhe cila jepet nga njëra nga kompanitë më të mira evropiane për distribuim të filmave. Ata në fakt e distribuojnë edhe filmin e Norika Sifes, Legacy Verde Smur. Dhe ata punojnë së bashku edhe me filmat gjatë edhe me filmat shkurt. Ata e japin një çmim, domethënë ata e përzgjedhin, në fakt komisioni e përzgjedh një film, i cili e merr çmimin e distribuimit, edhe këta pastaj në diskutim me ekipin filmik ja u bojnë strategjinë e distribuimit nëpër festivale dhe pastaj platforma të ndryshme, po para se me përfundu filmi, jo kur përfundon filmi. Pra bëhen pjesë e procesit të prodhimit. I paraprin rrugtimet të një projekti. Kjo i ndihmon shumë, po ashtu edhe ekipeve filmike, që ta kuptojnë pak edhe tregu ndërkombëtar, se si funksionon për shembull në festivale kur i dërgojnë filmat, shpesh ekipet filmike shpenzojnë shumë të holla në aplikime, duke mos ditur a ka mu pranu filmi apo s'ka mu pranu. Përderisa këta agentët e shitjes edhe distributorët në fakt i din çfarë festivale, çfarë filma kërkojnë. Shumë e vërtet. Edhe kjo ju ndihmon shumë me kursus pari, po edhe dyta me pas një pjesëmarrje më të mirë. Shumë, e the shumë mirë, dhe gjitha këto që i përmendëm, ndoshta për një të ri janë të panjohura, po që prandaj shërbejmë projektet dhe programet e Dokufestit që
me cek jo vetëm atë procesin se si bëhet një film dhe si duhet menduar idenë e realizimin një filmi, po janë edhe disa faktorë të tjerë të cilët i ndihmojnë në zhvillimin e tyre profesional. Po, edhe përfaqësimi pastaj ndërkombëtar i Kosovës jashtë. Unë shkoj në për festivale, ka 15 vjetë, më thënë që shkoj në këto festivale kryesore, edhe në këto 2-3 vitet e fundit, më me thonë që jam super krenar kur i shoh të gjithë këta të rritë të cilët edhe ndoshta nuk janë pjesë e programeve të Dokufestit, po janë mbështetur për shembull nga Qendra Kinematografike e Kosovës, din për çka kanë ardhur në festival, vinë me kry punë, edhe kjo vetëm që i bën nder Kosovës edhe interesimi për me punu me Kosovën në film gjithë një rritet. Patjetër. Mirë, po afrohemi si drejt fundit bisedës, po nuk kemi se se t'ju lëshojmë pa e pyetur pak për përgatitjet e edicionit jubilar Dokufestit, se e di që si vjetë do të shënojmë një 25 vjetor që po besoj do t'jetë ngjarje e madhe. Po, është një ngjarje e madhe për neve, po mendoj është një çerek shekulli, është 25 vjet punë të shumë njerëzve të cilët edhe janë, edhe që nuk janë në Dokufestet, të cilët kanë kontribu me vitet tona, e me mija njerëz, të përfshi edhe juve, zbashku. Jemi në fazat e pregaditjeve të asaj se si do të prezentohemi. Jemi pak të brengosun me ngushtimin e hapësirave për kinema, si që dini Lumbardi është në renovim dhe nuk e kemi edhe këtë vit. Para disa kohë e kuptum që edhe Kalaja ka me hinë renovim, që në ngushton edhe më shumë, përveç atje atraktivitetit vetë, aty kemi pas 2 hapësira për shfaqjet filmave, edhe kemi organizuar dhe koncerte vitin e kaluar. Kjo është duke na vrengosur e tani jemi në atë fazën e asaj të identifikimit të hapësirave, duke mos e cenuar identitetin edhe kvalitetin e Dokufestit. Besoj që do t'i arrim, do t'i bëjmë këto, po thëmë, tash jemi në këtë fazën e identifikimit të hapësirave të reja, shiqimit mundësive se ku mundemi me nështë improvizu, fatkeqësisht edhe pas 25 viteve, po vjen prap me improvizu, po ka shumë çështje të cilat janë si pengesa që këto sende nuk po rregullohen një herë për gjithmonë, po shpresoj që pas disa viteve, ndoshta vitin e ardhshëm apo pas 2 viteve, do ta kemi Lumbardin, shtëpinë e Dokufestit në fakt, ku edhe ka filluar, edhe pse ka filluar Dokufesti, po shpresoj që rregullohet edhe bëhet si një hapësirë për gjatë tanë vitit ku munden me organizu edhe aktivitete tjera. Sigurisht. Por mund t'i pretojmë një gjë shikuesve se do t'jetë një festë e vërtetë. Gjithmonë. Faleminderit shumë për kohën. Si që thash edhe në fillim bisedës, është gjithmonë kënaqësi kur ju kemi në Ekspres dhe në KTV dhe shumë suksese me të gjitha projektet. Faleminderit. Edhe po shpresoj që shihemi edhe para Dokufestit. Patjetër, gjithsesi. Faleminderit shumë.